Punët që është dashur t'i kryej për 6 vjet mandat, Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla i ka marrë me nxitim t'i kryej para zgjedhjeve të 7 qershorit. Pasi nisi ditë më parë procedurat për themelimin e Gjandarmerisë, Sveçla 10 ditë para zgjedhjeve hapi procesin e gradimit të zyrtarëve policor, diçka që nuk është realizuar për më shumë se 10 vjet. Për këtë, ministri ka nënshkruar një udhëzim të ri administrativ, ndonse një tjetër ekzistonte qyshmati, i nënshkruar nga ish-drejtori i policisë Rashid Qalaj. Dallimi në mes këtyre dy udhëzimeve nuk është esencial, përpos disa pikave specifike. Vlerësimi i performancës me praktikën e kaluar kishte vlerë 10%, ndërsa Xhelal Sveçla e ka ulur në 5%. Neni 13 i të vjetrit lejonte avancimin e policëve vetëm nga një gradë pas tjetrës. Në udhëzimin e ri në nenin 7, lejohet procedurë speciale gradimi për zyrtarët që kanë stagnuar mbi 10 vite. Në këtë rast, një polic i lartë mund të avancohet edhe si rreshter edhe si toger. Në vitin 2024, Inspektorati Policor i Kosovës anulloi gradimin, pasi gjeti parregullsi ndërto shpërndarje të testit dhe përfshirje të jashtëligjshme të një gjenerate. Nevoja për gradim në policinë e Kosovës është ndër më jetikët. Për shkak se zyrtarëve që kanë dhënë kontribut në institucionin më të rëndësishëm të sigurisë në vend, është pamundsuar avancimi tash e sa kohë. Me hapjen në këtë kohë të procesit të gradimit, qeverisja vetëvendosjes po e dëshmon se vendimet nuk i ka të kalkuluara mbi nevojat për reforma dhe rezultate në shtet, por mbi kalkulime momentale elektorale. Kush e din, ndoshta në këtë ritëm, shpejt policët mund t'i marrin edhe uniformat e këpucët e reja, që shteti nuk u ka bler tash e sa kohë.